Para se të hy në këtë sallë, për këtë të bim madhështor këtë në Ferizaj, më bënë përshtypje se çfarë më thanë dy qytetarë. Njëri prej tyre tha, mos në shope, e tjetëri më tha, mos shlope. Natyrisht që të dy e mendonin të njëjtën gjë. Mos shope, mos shlope për siguri e për begati, pra vazhdim i qeverisjes sonë mbaret mirë për ma shumë siguri, ma shumë begati për shtetin e qytetarët, për shoqërinë dhe për çdo familje të vendit tonë. Të dashur qytetar, nëse flasim se çfarë ka bërë shteti për begatin dhe sigurin në një familje, le ta marrim si shembull një familje 7 anëtarshe. Gjyshja, gjyshi, nëna, baba dhe 3 fëmijë. Po filloj me më dashurit ton, gjyshën e gjyshit. Pensioni është rritur nga 90 euro sa e kemi gjetur në 150 euro për moshën mbi 65 vjeç, pra pensioni bazik. E për 2 pensionist, kjo i bjen një rritje prej 1440 euro në atë familje. Kur kësaj jashtojmë edhe 5 herë nga 100 euro, gjatë këti mandati 4 vjeçar, pra pensioni 13 është marrë 5 herë për 4 vjetë nga ata që në mbi 65 vjeç, rezultojnë më shumë për secilin pensionist edhe 1000 euro. Më tutje, gjyshrit gjithashtu ndikohen, ne e dim nga blerjet e bornave. Ne kemi ndihmuar duke rritur buxhetin për listën e bornave esenciale nga 24 milion euro sa e kemi gjetur në 63 milion euro. I kemi shtu edhe 6 milion e gjys për smundjet e ralla me 70 borna shtesë, duke ullur kësaj ndjeshëm shpenzimet për ilaçe për gjyshen e për gjyshen. E tash, të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi, nëse gjyshrit kujdesen për niprit dhe për mbesat, e unë besoj që e bëjnë këtë për moshat prej 1 deri në 3 vjeç, kur punojnë të 2 prindrit, ata në vijim do të marrin edhe 100 euro shtesë secili mbi pensionin e tyre bazik. Kësaj, gjyshrit nuk janë më të detyruar të shpenzojnë pensionin për t'i gëzuar niprit e mbesat, sepse tash edhe fëmijët i kanë mjetet e tyre përmes shtesave. Pra të kalojmë të 3 fëmijët tash. Shtesat për fëmijë i kemi gjetë 0 euro, që do të thotë nuk i kemi gjetur fare. Ja filluam 10 euro, pastaj 20 euro, pastaj 30 euro, së fundmi 45 euro, e në mandatin e ardhshëm për ata që i kanë 3 fëmijë, për secilin prej tyre shtesat do të jenë nga 90 euro. Një familje me 3 fëmijë sot përfiton 135 euro në muaj apo 1620 euro në vit. E me 90 euro për fëmijë në vitin e ardhshëm, kjo bëhet 3240 euro për familjet kosovare që i kanë 3 fëmijë. E dashur qytetarë,
vetëm nga 2 gjyshër, gjyshi edhe 3 fëmijë, një familje përfiton në vit 6.680 euro në vitin 2026 e tutje në mandatin tonë të tretë. Por, ju e dini që të fëmijët ne nuk kemi ndalë vetëm të shtesat, sepse i kemi përfunduar 74 qerdhe si projekte, renovim, ndërtim, rindërtim e kështu me radhë, me qrast kjo duhet krahasuar me vetëm 4 qerdhe të atyre për 17 vjetë para se të vim ne në qeverisje. Merri me mend. 74 qerdhe ne për 4 vjetë e 9 muaj, vetëm 4 qerdhe ata për 17 vjetë. E logarita në vetur duke ardhur këtu, cili është dallimi i shpejtësisë. Për punën e qerdheve, qeveria jonë, qeveria juaj, është plot 66 herë ma shpejt. 66 herë ne punojmë ma shpejt se ata. Për 4 vjetë e 9 muaj, 74 qerdhe, ata për 17 vjetë veç 4 qerdhe. Atin që i bjen 66 herë ma shpejt. I bjen që atë që e bëjmë ne për 1 vit, aty në ju vynë 66 vjetë. Na e bëjmë për 1 vit, kur fëmija janë nisë me shku në qerdhe, e aty në ju vynë 66 vjetë, pra dhe 1 vjetë mas pensionimit. E kemi nisur edhe programin për mbështetjen e prindërve të cilët i dërgojnë fëmijët në qerdhe. Ne jemi të interesuar që fëmijët i çojnë në qerdhe, jo vetëm pse është e drejtë ose obligim, po dhe për shkak se është padyshim e dobishme. Dhe kjo do të jetë e dobishme edhe në një mënyrë tjetër. Të gjithë prindrit që i dërgojnë fëmijët 5 dhe 6 vjeç, edhe në qerdhe private, shteti ju ndihmon edhe për pagesën e tyre. Synimi ynë është pra më shumë fëmijë, më shumë siguri, më shumë shëndet për ta, më shumë dituri e edukim për ta dhe më shumë begati për ta dhe të gjithë. Por të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi, jo krejt fëmijët janë në 16 vjeç. Ne jemi kujdesur edhe për të tjerët, jemi kujdesur edhe kur fëmijët bëhen 3. Studimet parauniversitare tash janë falas për 173.000 studentë. Kemi dhënë 18.000 bursa në vlerë për 20 milion euro, ku gjysma e tyre janë vajza. Do të mbështesim edhe studentët me bursa në kolegjet private. 60.000 studentëve u kemi ndihmuar 3 herë nga 100 euro, në total për 18 milion euro nga shteti i tyre i dashur që i donë fort. Se na e dim të dashur prindër që për një prind nuk ka pasuri më të çmuar se fëmia, çdo ëndër, çdo përpjekje, çdo sakrificë bëhet për ta, prandaj edhe shteti duhet ta shoh fëmijën të riun si pasurinë dhe prioritetin më të madh që ka. Investimi ynë është i sinqert, është serioz, është i drejtë dhe afatgjat dhe duhet të jetë edhe më tej tek fëmijët e gjithnjë e më shumë për ta. Sepse ata janë e ardhmja jonë, siguria dhe begatia më e madhe që e kemi gjithë bashkë. Tash le të kalojmë te prindrit. Nëse nëna është lehon, nënë e re që ka lind, do t'i marrë në vitin e ardhshëm 500 euro nga 6 muaj, pra 3.000 euro në vitin e ardhshëm për nënat të cilët lindin fëmijë në vitin 2026. E nëse nëna është e papunë, ne po ashtu me programin e ri Superpuna për gratë, paga minimale tash është 350 euro, me një janar bëhet 425 euro,
me një korrik bot 500 euro, edhe aty super puna për gratë 6 muaj ka 500 euro, 3.000 euro për gratë që punësojnë në cilën do firmë të sektorit privat. Por ta zëm për shembull që prindrit nuk janë sektor privat, po janë sektor publik. Punojnë në administratë shtetërore. E kur punojnë në administratë shtetërore, gjatë këtij mandati e kena rrit buxhetin për ta 47%. 47% është më i madh buxheti në administratën shtetërore se sa që ka qenë para qeverisjes tonë. Por jo vetëm që e kena rrit buxhetin për ta, nikosisht e kena zvoglu edhe dallimin midis pagës më të lartë dhe pagës më të ulët. Ka qenë raporti 20-1. Merrni me mend, në shtetin e Kosovës kena pas njerëz që e kanë pas rrogën 20 herë më shumë se dikush tjetër. E tash që kjo 20-1 e kena sjell në 4-1. Prej 20-1 në 4-1. Kjo i bjen që e kena zvoglu 5 fish pa barazi. Edhe e kena rrit buxhetin për sektorin publik, edhe e kena zvoglu pa barazin në paga aty. E tash, në vitin e ardhshëm, dashur qytetarë të Ferizaj, jo vetëm që vazhdojmë të rrisim pagat me rritjen ekonomike dhe produktivitetin në rritje, po nikosisht në vitin e ardhshëm, me ligjin e ri për buxhetin 2026, do ta kemi edhe pagën e 13 për punëtorët e sektorit publik. Dhe dini çfarë? Kjo paga e 13 nuk do të jetë pagë 13 mas muajit 12, se ky numri 13 vjen mas 12-shit. Po paga e 13, numri 13, jo për shkak të bestytnis për numrin 13, që është numër disa besojnë fatkeq, por do të vije në fillim të vitit, pas numrit 1 ose 2. Pra punëtorët që janë në sektorin publik, vitin e ardhshëm nuk numrojnë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, po numrojnë 1, 2, 13. Ky do të jetë një ndër vendimet e para të cilat do t'i marrim ne si qeveri, me ta marrë detyrën në mandatin tonë të tretë, atëherë kur do të na votoj kuvendi i ardhshëm i Republikës së Kosovës në legjislaturën e 10. E tash, nëse prindi nuk punon në industri private, nëse prindi nuk punon as në administratë shtetërore, po është bujk, është fermer. Bujqit i kemi ndihmuar me mbi 300 milion euro me subvencione e grante dhe këtë do të vazhdojmë edhe më tutje. Ata që e punojnë tokën do ta kenë mbështetjen e shtetit, në mënyrë që sa më shumë të kemi bukën tonë, në sofrën tonë nga toka jonë. Nëse ka në i fabrikë prodhimi, i kemi ndihmu me masën 2.1, 20% të kryesgjës së kredis për makineri prodhuse e kemi mbulu për bizneset. E tash në mandatin ardhshëm, 1 miliard euro për prodhimtarin. Shteti garanton për kredit investuse, askush nuk ka nevoj me lënë hipotek tokën e gjyshit për me marrë një kredi e me prodhu për Kosovë. Shteti do të jetë hipoteka për këta ndërmarrës të cilët duan të prodhojnë. 1 miliard euro për prodhimtarin në Kosovë. Tjetra, nëse një biznes qoftë prodhimtari po ose tregtar ka qenë, atëherë ne i kemi ndihmu me super puna për trit. Dhe a dini çfarë? Prej moshës 18 deri 29 vjeç do ta vazhdojmë edhe në mandatin e ardhshëm. I kemi ndihmuar ndërmarrësit duke ia udhënë të rive për 6 muaj pagën minimale, që e kena gjetë 130 euro, 170 euro, e vitin e ardhshëm bëhet 500 euro. Deri më sot 23.303 në 16.500 ndërmarrje janë punësu me programin Super Puna. Pra kjo është mënyra qysh i ndihmojmë ata.
Dhe si pasoj e gjitha këtyre masave, qeveria ka ndihmuar bizneset dhe do të ndihmojmë edhe familjet në përgjithësi në këtë zinxhir zhvillimit të përbashkët. E të dashur qytetar, kur jem zgjedh kryeministër me 22 mars 2021, në Kosovë kanë qenë 350.000 punësuar. Sipas Agjencionit Statistikave të Kosovës, 350.000 punësuar. Sot që po flasim, janë 435.000 punësuar. I bjen 85.000 punësuar më shumë. Apo rritje e punësimit për 24%. Papunësia ka rënë prej 26% në 11%. Dhe tash sfida kryesore në muajt edhe në vitet në vijim do të jetë fuqia punëtore. Rritja ekonomike në Kosovë, qarkullimi i bizneseve, është shumë më i madh sa që kena fuqi punëtore. Prandaj është domosdoshme me lidh arsimin me tregun e punës. Deri më tash 2600 nxënësa kanë shku në 32 shkolla profesionale, në 17 komuna, në 16 profile të ndryshme. Dhe kjo do të vazhdoj edhe më tutje. Por, le të kthehemi te pika kryesore, 85.000 punësuar për 4 vjet. A dini çfarë i bën kjo? 85.000 punësuar. 85.000 punësuar i bjen ma shumë se 6 stadiume Fadil Vokrit mushën për plot. e 5.000 punësuar në 4 vjet e 9 muaj sa jemi në detyrë, ma shumë se 6 stadione për plot Fadil Vokrit Prishtinës. Ose një mënyrë tjetër me shiku këtë, nëse pjestojmë 85.000 për numrin e ditëve sa kena qenë qeverisje, i bjen kena punësu mesatarisht 50 njerëz në ditë. Ka një autobus njerëz, e kena punësu për çdo ditë të 4 vjet e 9 muaj. Se edhe slogani me të cilin kemi fitu zgjedhjet, tu ju falenderoj juve, ka qenë punësim dhe drejtësi. Pra punësimi ka qenë kryefjala e qeverisjes sonë. Matutje kemi marrë masa që prekin gjithë familjen, pa dallim gjyshja, fëmijët e prindrit. Subvencionimi i faturave të rrymës, do ta vazhdojmë edhe në të ardhmen një ndër vendimet e para, nga i cili përfitojnë mbi 200.000 familje, kush kursen energji elektrike shpërblehet. Nëse mund ta dëshmoni që në muajin dhjetor keni shpenzu energji elektrike ma pak se në dhjetorin e vitit 2024, me njëherë do të shpërblehet. Pastaj, 156 biznese dhe 42.000 familje janë mbështet për pajisje efikasje, ngrohje dhe sisteme solare, 11 milion euro për izolimin e shtëpive të 3.000 familjeve, mbi 6 milion euro për izolimin e ndërtesave sociale, e kështu me radhë. E tash, të kalojmë nga familja të Ferizaj. Investimet tona në Ferizaj. Qendra kryesore e mjekësisë familjare, 2.25 milion euro investim. Spitali i qytetit, 29 milion euro investim për spital modern, plus edhe poliklinika specialistike stomatologjike këtu në Ferizaj. Stadiumi i qytetit, 19 milion euro për ndërtim të plot, gjimnazi Ismail Qemali, 500.000 euro për restaurim plot, palestra në fshatin Greme, 1.5 milion euro për përfundim, kisha katolike, 1.3 milion euro për restaurim, xhamia e madhe e qytetit, 1.5 milion euro për restaurim, teatri i qytetit, 1.2 milion euro për restaurim të plot, qendra multifunksionale, 3 milion euro për përfundim projektit, qerdhja në rrugën Recep Bislimi, 740.000 euro, shkolla profesionale, 665.000 euro, shkolla model, 767.000 euro financim shtesë, shkolla në Talinoc,
1,25 milion euro përfunduar, rrugët e Jezersit, 5 milion euro për zhvillim turizmit malor, shtëpia Hasan Fazlis në Koshore, 100.000 euro, dhe investime në energji efikase dhe objekte publike mbi 800.000 euro. Pra, është e vërtet që Ferizaj lëvizjen vetëvendosje e donë shumë, po edhe qeverisja jonë Ferizajin e donë fort. Por leti përmendim edhe disa projekte kapitale shumë të mëdha nga të cilat Ferizaj përfiton shumë. Brezovica, gjysëm miliardi euro investim. 500 milion euro në Brezovic për turizm dimror dhe veror, pra punë si ndimër ashtu edhe në verë, vetëm nga shërbimet dhe mallrat Ferizaj do të lullëzoj nga punësimi e zhvillimit. Tjetra, Hekurudha që e lidh Prizrenin me Ferizajin, me Gjilanin dhe me Bujanosin. Mandati i ardhshëm do të jetë mandat i fillimit të ndërtimit e rindërtimit të Hekurudhave. Ajo që shkon prej jugut në veri, hani e lezit në për Ferizaj, Fush Kosov, Mitrovic, Leshak. Tjetra që e lidh kombin tonë në mënyrë të hekurt, e të qelikt Prishtin, Durrës, porti i thot i Prishtinës me portin e ri të Durrësit dhe gjithashtu Hekurudha e cila e lidh aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, Adem Jashari me kryeqytetin Prishtinën. Shpresoj që posaçërisht bashkëdhetarët tonë që po vinë masivisht këto ditë do t'ja shohin hajrin këtij trenit aeroport kryeqytet. Do të kemi 1 miliard euro pra në prodhim dhe industri mbështetje për kreditim, amortizim të përshpejtuar për bizneset e reja, që kur janë në fillet e tyre të paguajnë më pak ose as pak, e më shumë të paguajnë atëherë kur do të ngritën, mbledhja e tatimit mbi vlerën e shtuar të shtyhet për 1 muaj në muajin pasues dhe të realizohet brenda vendit, masat që ndihmojnë qytetin tuaj të biznesit dhe tregtis, pra jo me premtime, por me vendime të cilët sjellin punë, zhvillim dhe begati reale. Përderisa të tjerët i keni po detyrohen të shkretit me dhomë premtime që si besojnë as vetë, ne nuk kemi nevojë me dhomë premtime, sepse ne vetëm duhet ta ndjekim trendin ekzistues i cili tregon se çka ka me ndodhë e mirë, e marë, e drejt, e vërtet, e dobishme për siguri e begatin 4 vjet tashme me qeverisjen tonë të mirë. Tash kalojmë nga begatia dhe siguria këtu në Ferizaj. Tek ajo e shtëpisë tonë të madhe Republikës Kosovës, ju e dini që përveç se e kemi qep thesin edhe e kemi thur gardhin. Se për më bo shtëpia e fort, e gjithnjë më e madhe duhet edhe me qep thesin edhe me thur gardhin. Kemi treguar që nuk ka as një band, as struktur, as grup, as individ që mund të jetë më i fuqishëm e të përballet me fuqinë e madhe të shtetit të drejtë të Republikës Kosovës. Kemi luftuar banda kriminale, kemi vendosur rend e ligj me polici profesionale, e kemi hequr postën e Serbisë, e kemi hap postën e Kosovës në veri, e kemi heq dinarin si mjet pagese, e kemi instaluar euron evropiane, pra e kemi larguar frigën dhe e kemi instaluar sigurin, verien jug të vendit, sepse për neve kriminellet nuk kanë etni, ata janë veç kriminel dhe ose shkojnë në burg, ose arratisën Serbi.
E tash për ta pasur të sigurt bekatin. E kur jemi tek thurja e gardhit, ushtria jonë dhe policia jonë janë të fuqishme si asnjëherë më parë. Policisë ja kemi rrit buxhetin për 2/3 dhe përveç që ja kemi rrit për 2/3 buxhetin, nikosisht, po e mundsojmë edhe pensionimin e parakohshëm për ata që dëshirojnë. Pensionimi ndodh moshën 65 vjeçare, po do të fillojmë nga 63 e te poshtë deri në 55 për ata të cilët dëshirojnë që të pensionohen para kohe. Me që rast natyrisht, përveç pensionimit të parakohshëm, do ta mundsojmë edhe gradimin e përshpejtuar se ka shumë polic me të njëjtën gradë që 10 vjet. E do të kemi testime që mundsojnë kalimin edhe 1 e të 2 gradëve. Natyrisht kjo është veç për ata polic që dëshirojnë të pensionohen, më heret, për shembull në moshën 55 vjeçare, për ndryshe mosha e pensionit është 65 vjeçare, pavarësisht prej moshës që kemi, unë bashkë me këta 109 kandidatët e tjerë të lëvizjes vetëvendosit, Partisë Guxo, të Partisë Shqiptare Demokristjane dhe disa që i kemi pa parti, nuk e kemë ndërmend me u pensionu. Ndërkaq sa i përket ushtrisë, e kemi gjetë me më pak se 2300 ushtarë, tash i ka afër 5000 ushtarë dhe njëkohësisht e kemi hequr tavanin për 5000 ushtarë. Mund të bëhen edhe më shumë. Mosha e ushtarëve ka qenë 23 vjeç, e kemi ngrit në 25 vjeç. I kemi rreth 300 gra e vajza në ushtri, jemi të interesuar që në fund mandatit tashëm të bëhen 1000 gra e vajza në ushtrinë e Kosovës. Por gjithashtu 4 fishim kemi pasur të trajnimeve jashtë vendit, 3 fishim të buxhetit dhe më shumë se 100 fishim të shpenzimeve për armatim edhe municion. Para neve të dashur qytetar, më e fuqishme ka qenë policia me armatim municion e pajisje se ushtria. Kjo tash kanë rruar. Kemi ble drona Bayraktar TB2 dhe drona Skydagger Kamikaz për Turqis, drona Puma prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kemi ble sistemin antitank Javelin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të blejmë edhe skifterat Z Black Hawk helikoptera për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tash ne nuk e konsiderojmë që për ushtrinë tonë është e nevojshme të blejmë tenka. Neve nuk na duhen tenkat. Pa e dini çka? Nuk i duhen as Serbisë mo. Se me sistemin tonë antitank Javelin i bohën të padobishëm e të papërdorshëm. Por ajo çfarë duhet bëjmë të ardhmen është fabrika e municionit. Edhe fabrika e municionit, edhe fabrika e dronave made in Kosova do t'i kemi në mënyrë që furnizimi të jetë i qëndrueshëm në rast të çfarëdo rreziku. E në rast të rreziku, dashur qytetar, ne do ta bëjmë edhe rezervën vullnetare të ushtrisë Kosovës. Kjo i bjen ata që dëshirojnë, vullnetarisht mund të bëhen rezervista në ushtrinë tonë.
rezervist i bjen, kimi bo ushtrimet ushtarake, qysh përdorët armatimi, qysh organizohet njësiti, e të tjera, le të themi 2 javë në vit, ndonë se komandanti i ushtrisë sonë, general lejtnant Bashkim Jashari dhe ministri mbrojtjes e Jop Macedonci i diskutojnë dhe i përcaktojnë këto gjëra, po le të themi 1 javë ushtrime në verë, 1 javë ushtrime në dimër, se cili që lajmërohet vullnetar për rezervist do ta ketë uniformën, pajisjet, pushkën e vetë, po jetë e shtëpia, në kazerë. Pra, ushtria jonë e din ku je ti, edhe ti e din ku e ki adresën në kazermën e Forcës Sigurisë Kosovës. Siguria nuk është vetëm policie ushtri, nuk është vetëm siguri sociale, siguria është edhe ujë. Kosova, të dashur qytetar, ka pak ujë. Merrni me mend. Prej 38 komunave të Kosovës, në njërën komun e kena 75% të ujit. Në Zubin Potok, në Iman. 3/4 e burimeve të ujit i kena veç me një komunë. Kjo i bjen sikur për shembull në Amerikë, që i ka 50 shtete, parafërsisht 2/3 e burimeve të ujit me konë veç në Arizona. Pra është domosdoshme që ne me kriju liqene të reja artificiale, rezervare akumuluse nga lumejt ekzistus. Që me pas ujë për industri, për bujqësi edhe për ambistri. 5 diga do t'i ndërtojmë në vijëm. Diga e Kuqicës në Skënderaj, diga e Pollatës në Lap, diga e Desivojsës në Kamenis në Dardon, diga e Firajës në Shtërps, edhe diga e Dragaçinës në Suarek në Tharan. E diga e Firajës e zgjidh problemin e furnizimit me ujë edhe për qytetin e madh të industrisë e zhvillimit frizor. Të dashur qytetar, veç mos harronin zgjedhje me dole edhe nona dhe gjyshje. Mos gaboni veç baba me dole zgjedhje. Krejt do të me dole zgjedhje prej 18 vjeç kush i bën me 28 dhjetor, dhe në 88, 98, aj 116, sa e keni matë më shumin këtë në Ferizaj. Ferizaj e ka pasur që nga çlirimi bën stilin, i cili ka ofruar begati dhe siguri. Begati sepse Ferizajasve u janë ofruar shumë vende pune, në bën stil, në Irak, në Afganistan dhe gjithandej në përbot, përfshi edhe veç Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Siguri, sepse forcat amerikane kanë ofruar mbrojtje përmes forcave të KFOR-it. Tash, përveç bën stilit, na ndihmon edhe shteti, duke mbështetur nënat lehona, fëmijët, bujqit, mësuesit, policët, mjekët, ushtarët, inxhinierët, dhe ne po ashtu i mbështesim ata na mbështesin neve duke krijuar një ndërlidhje të fuqishme përparimi që ofron begati dhe siguri për gjithë. Kësaj Ferizaj do të vazhdoj të rritet e të zhvillohet dhe bashkë me të edhe Kosova. Ne nuk po flasim thjesht për atë që do të bëjmë, po flasim për atë që tashmë e kemi bërë dhe që do të vazhdojmë ta bëjmë, sepse begatia nuk shpallet, ajo ndërtohet, siguria nuk premtohet, ajo garantohet.
E të dashur qytetarë, do ta kemi edhe transportin publik, programi On and Bon. Transporti publik urban edhe ndërurban do të mundsojnë qarkullimin e gjithë qytetarëve me një bilet të integruar 10 euro në muaj me shku gjithandej komunave të Kosovës. Prej Junikut në Kamenic, prej Sharrit Dragoshit në Leposavić, prej Vitis në Stog e prej Gjakovës në Podujev. Tash, për të realizuar këto, na duhet mbështetje e fuqishme juaj. Po më lejoni që fillimisht t'ju falenderoj për mbështetjen e madhe që na e keni dhënë pavarësisht fazave në cilat kemi kaluar. Ka pas momente kur njerëzit jo pak kanë thonë shkoj lëvizja, ose po bjen qeveria, ose nuk mund zirën nga kjo krizë, ose unë dona, dolena, e fjalë tjera të ngjajshme. Mirë po, ju keni qenë gjithmonë pranë neve, prandaj edhe ne kemi përjetësisht borxh që të jemi pranë juve. E kur garon vetëvendosja në zgjedhje nacionale parlamentare, të gjithë ne jemi dëshmitar e natyrisht fort mirënjohës që ato nuk janë zgjedhje, po janë referendum. Referendum që na e fitojmë këtu. Me 28 dhjetor, po na nevojitet një fitore edhe më e madhe se sa me datën 9 shkurt. Prandaj na duhet mobilizim edhe më i madh në mënyrë që të mos i kemi këto blokadat e këto ngërqet, ku një herë nuk dojnë me ta votu as komisionin për verifikimin e mandateve, as raportin e komisionit, thusis dojnë mu bo as ata vetë nga opozita deputet, mandej s'ju pëlqen Albulena, mas nej nuk ju levërdiz votimi fshet, mas nej thojnë jo vëlla as Donika, mas nej thojnë jo Hekurani, jo Arbria, jo Dimolin herën e dytë e votun, mas nej thanë, vëlla jo Albini si kuj ka fajt krejt, për që na ka qetë neve në opozit. E masa nej, me qenë se Albini ka fajt, që gla u ku, ja thanë s'banas kë. Pra, e kuptoni që ftire kena na qysh mirata ma më opozitës. A më mënujnë, a mënu bo. E tash na duhet mbështetje e madhe, e për këtë i kemi 110 kandidat ofert historikisht ma e mira që kanë pas qytetarët e Republikës On and Bon për zgjedhjet parlamentare, kësaj radhe për legjislaturën e 10. Ju e dini që në zgjedhje lokale kanë qenë njëherë 2 fletë votime, një verdh, një kaltërt, tash është veç një fletë votim. Majtas janë partitë politike, edhe një po e shoq aty 116 lëvizja vetëvendosje, s'di me mosh, a po shoh pak ma turbullt, ata janë turbullt qashtu. Shtu që 116 lëvizja vetëvendosje tek ose X, e mandej në orën e djathtë i keni 110 kandidat, e në veri ja u lexoj kandidatët që i keni këtu nga Ferizaj, votoni 10 prej tyre, 110-ve, se cili është ma i mirë se tjetri, nuk mund gaboni. Pra djathtas nuk mund gaboni. A knej, vesh nëse votoni 116, që s'gaboni. E në këtë list të dashur qytetar janë 13 doktor shkencash, 61 me mastera, 15 janë veterane e veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, 39 janë gra, janë prej moshës 24 deri në 78 vjeç, mosha mesatare është 44 vjeç,
24 janë profesionistë të ekonomisë e të financave, 17 të mjekësisë e profesionistë të shëndetësisë, 24 të tjerë janë studiues të shkencave humane, sociale, politike, të diplomacisë, 16 janë ish ministra, 47 janë ish deputet dhe 37 garojnë për herë të parë. Në këtë listë kemi edhe student, sepse e ardhmja nuk pret që të diplomohet për ta marrë fjalën. E krejt në fund, po du të tregoj që përveç thurjes gardhit, një shembull konkret të qepjes thesit. Ndërmarrjet publike, 17 ndërmarrje publike qendrore i ka Kosova. Kur e kena marrë qeverisjen, veç 2 kanë operu pa humbje. Krejt tjerat me humbje. Që ta shumica operojnë pa humbje, dhe qysh i kena gjetë me bërgj 59 milion euro, i kena nxjerrë me fitim kumulativ 195 milion euro. Pra, kur qepet thesi, mushët thesi. Kur mushët thesi, ka dhe mundësi mu zbrazë thesi. Prandaj, qeverisja jonë nënkupton rritje ekonomike dhe rishpërndarje sociale. Të dashur qytetarë të Ferizajt, nesër, një javë, është po ashtu e diel, është e diela e fundit e vitit, është 28 dhjetori, ju lutem të gjithë dilni masivisht në zgjedhje. Dilni me familje Farefis, me kolege Kojshi, dilni me doja, agjallar, teze, hala, kushërit tafërt e të largët, dhe dilni paradite. Nëse jonë mëngjes heret, dilni paradite. Sepse e para, kur të raportohet dalja në mesdit, dalja rekord, i shtin me dalë shpejt edhe ata që e kuptojnë që i kanë met pakic pa dalë. Dhe arsyeja e dytë se do të me dalë mëngjes, ose mas larg këtij paradite, pra para mesditës, është se, ju e dinin, në traditën shqiptare, në kulturën tonë shoqërore, mas ditet vjen ai musafir. Vjen ai musafir, edhe vjen me nejt. Murët musafiri me nejt shkurt po s'dijet. E para me ndo, me bova ki me lonë me votu mas dite, e mas dite vjen musafiri, e mas nej kur du të me shku me votu, për shkak musafirit nuk mund është me shku me votu, ose du të gjysa e familjes me nejt me musafirin, e gjysa me shku me votu, edhe kësaj nuk e maksimizojnë votën. Prandaj, kërkesa ime është, nuk është marrë, çdo musafir që vjen mas dite me 28 dhjetor, qysh ja ka bo komisioneri atje që ja ka këshyr gishtin, a ka votu për para, ju mja këshyr gishtin a e ka flomasterin aty me sheja ka votu se ju. Edhe këshyrja një gishtin a e ka flomasterin para se me lonë me izboth këpusat e mi himrana. Nëse nuk e ka flomasterin, i thua, dhe qysh, ti mos u dath heq, qështu qysh je, shko dhe i të shkolla, voto aty, 116 lëvizjave të vendosje, edhe këthejë se neve këtë na gjonë. E pra, punoni të gjithë bashkë e një nga një, se cili e të gjithë, që ta kemi një shumicë në kuvendin e Republikës, shpejt ta konstituojmë kuvendin, ta themelojmë qeverinë e re dhe të mos humbim më asë një minut për projektet e reja që do t'i nisim, ato të mira që do t'i vazhdojmë dhe kësaj t'ja u lajmë një pjesë të vogël të borxhit madh që e kena edhe ndaj dëshmorëve e martirëve të kombit që na lan këtë Kosovë me lirinë që gëzojmë e shtetin që kemi amanet, por edhe ëndrat e fëmijëve e dëshirat e rinis t'i realizojmë një nga një dhe të gjitha.
Pra, na e mundësoni fuqishëm që të shërbejmë fuqishëm. Faleminderit shumë të gjithëve për mbështetjen, vëmendjen, pjesëmarrjen, natën e mirë dhe mirupafshim.